Ka përfunduar rikonstruksioni i plot i rrugës 212 në lagjen Malardi. Projekti është realizuar pas një procesi intenziv pune dhe përfshin modernizimin e rrugës përgjatë një gjatësie prej rreth 400 metrash. Përveç asfaltimit, në disa segmente është bërë edhe zgjerimi i rrugës me qëllim përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë për qytetarët. Sipas kryetarit të komunës Valbon Limani, investimi në këtë projekt arrin vlerën rreth 11 milion denar. Sot dolëm për të parë përfundimin e rikonstruimit të rrugës 212, diku me gjatësi afër 400 metre. Është bërë rikonstruimi të rëndësishëm në disa segmente, sipas mundësive është bërë edhe zgjerimi me qëllim të sigurisë më të madhe të qytetarëve tonë në këtë lagje, në lagjen Malardi. Projekti ka vlerën diku rreth 11 milion denar me TVSH. Besoj se ky projekt dhe ky rikonstruim do të ndihmojë dukshëm në këtë pjesë, por gjithashtu do të shkarkon pak edhe pjesën e bulevarit në hymje të qytetit. Ai theksoi se kjo ndërhyrje infrastrukturore pritet ndikojë ndjeshëm në lehtësimin e trafikut dhe në shkarkimin e qarkullimit nga bulevardi kryesor i qytetit.